Assalamu alaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अपने आका की इत्तिबा में Sot do të paraqes disa ngjarje që flasin për përpjekjet e Hazrat Mesihut të premtuar alayhis salam, për vendosjen e tauhidit, për shembullin e tij praktik, për këshillat që u jepte ndjekësve të tij dhe për mënyrën se si i edukonte ata, duke ndjekur zotërinë e tij Hazrat Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Muslih Maudi, pra Hazrat Kalifi i dytë i xhamatit, thotë se Hazrat Mesihu premtuar alayhis salam thoshte: një njeriu i kishte vdekur djali dhe një mik i tij shkoi për ta ngushulluar. Ai shpërtheu në britm e vaj dhe i tha: Zoti më ka bërë një padrejtësi të madhe. Sikur sipas mendimit të tij Allahu i Madhërisëm t'i kishte shkelur në një të drejtë. Duke transmetuar këtë fjalë të Hazrat Mesihut të premtuar alayhis salam, ai mëtej tha: por duhet menduar se cila është ajo e drejtë që robi e ka fituar mbi Allahun e Madhërisëm. Mua gjithmonë më habit fakti që ata njerëz që krenohen me namazin, agjërimin, zakatin, haxhin dhe pastërtinë e tyre shpirtërore, në moment të vështirësie shpërthejnë duke thënë: Allahu i Madhërisëm na ka bërë padrejtësi. Ndërsa një poet i Indis i dhën pas pijes dhe plotësisht i pavëmendshëm ndaj fesë, në një qast të tij drejt rrugës të së vërtetës, megjithse ishte i mësuar me alkoolin, mbi zemrën e tij zbret një frymëzim nga Allahu i Madhërisëm dhe ai tha: dhash jetën, jetë që vetë ai ma pa të dhënë. Them të drejtën, si ja shlyeva do të drejtën. Pra njeriu duhet gjithmonë të mbajë parasysh se çdo mirësi dhe çdo fëmijë që kemi, i kemi marrë me bekimin e Allahut. Kjo kërkon që ne gjithmonë të qëndrojmë të përulur para Zotit, ta shprehim tauhidin, domethënë njohshmërinë e tij me çdo fjalë dhe veprim, dhe të mos lind tek ne as edhe hija më e vogël e shirkut. Kur të mos mendojmë se kemi ndonjë të drejtë mbi Zotin e Madhërisëm, me pak ibadet, me pak adhurim, nuk kemi fituar ndonjë të drejtë mbi Zotin, përkundrazi, ibadetin e bëjmë për veten tonë. Pra ai poet që u përmend pikërisht këtë thotë: Allahu i Madhërisëm na dha jetën, na krijoi dhe na solli në këtë botë, por ne nuk jemi në gjendje të përmbushim të drejtën e falënderimit ndaj tij. जो हक उसके शुक्राने का हमें अदा करना चाहिए वो हम अदा नहीं कर सके. Po kështu Hazrat Muslih Maudi, pra Hazrat Kalifi i dytë, radhiyallahu anhu, tregon një ngjarje mbi reagimin e Hazrat Mesihut të premtuar alayhis salam ndaj vdekjes së njërit prej bijve të tij. Ai thot, Mubarak Ahmedi ishte ndër djemt më të vegjël të Hazrat Mesihut të premtuar alayhis salam.
ai e donte shumë atë edhe gjatë sëmundjes së tij, ishte kujdesur shumë për të, duke parë kujdesin ndaj djalit, edhe Hazrat Kalifi i parë i Mesiut premtuar, pra Hazrat Maulana Nuruddin Sahibi, mendonte se nëse Mubarak Ahmedi do të vdiste, kjo do ta trondiste shumë Hazrat Mesiun e premtuar alayhis salam. Në momentet e fundit, Hazrat Kalifi i parë, që ishte edhe mjek, po ja kontrollonte pulsin dhe i tha Hazrat Mesiut të premtuar të sillte misk. Duke qenë se pulsi po ndale, mendimi se vdekja e tij do t'i sillte një dhimbje të madhe Hazrat Mesiut të premtuar, ndikoi aq shumë tek ai, pra tek Hazrat Kalifi i parë, sa ai papritmas ra për tokë. Por kur Hazrat Mesiu premtuar alayhis salam mori vesh se Mubarak Ahmedi kishte ndëruar jetë, menjëherë me durim të jashtëzakonshëm, filloi të shkruante letra miqve, duke i njoftuar se Mubarak Ahmedi sapo ndroi jetë, por ju nuk duhet të shqetësoheni, pasi kjo ishte një caktim i Allahut të madhërisëm ndaj të cilit duhet të bëhemi të duruar. Pastaj doli jashtë dhe duke buzëqeshur madje, filloi të mbante fjalim duke thënë: shpallja hynore lidhur me Mubarak Ahmedin është përmbushur. Kështu Hazrat Mesiu premtuar alayhis salam ka dhe një distik në një poezi të tij ku ai thotë: thirrsi është më i dashur, zemër vetëm atij flijohu. Po kështu Hazrat Musleh Maudi, duke përshkruar jetën e Hazrat Mesiut të premtuar alayhis salam, në një vend thot: një gjë e kam dëgjuar shpesh nga Hazrat Mesiu premtuar alayhis salam, duke përmendur Sultan Abdul Hamid Khanin e Turqisë, i cili ishte rrëzuar nga pushteti. Ai thoshte: nga fjalët e tij një më pëlqen shumë, edhe pse shumë gjërat e tij ishin të gabuara, kjo më pëlqen shumë. Kur u ngrit çështja e luftës me Greqinë, ministrat paraqitën shumë justifikime. Në të vërtetë, dëshira e Sultan Abdul Hamidit ishte që të bëhej luftë, por ministrat nuk e dëshironin këtë. Prandaj sollën shumë arsyetime. Ata thanë se për luftë gjithçka është gati, por përmendën një mangësi të rëndësishme dhe thanë se për atë çështje nuk është përbërë përgatitja. Për shembull, mund të kenë thënë se të gjitha fuqitë evropiane janë bashkuar për të ndihmuar Greqinë dhe ne nuk kemi zgjidhje për këtë. Ndoshta pikërisht këtë ja kishin thënë. Hazrat Mesiu premtuar alayhis salam thoshte se kur ministrat paraqiten mendimin e tyre dhe përmenden vështirësitë, Sultan Abdul Hamidi u përgjigj: ndonjë pjesë lërjani edhe Zotit. Hazrat Mesiu premtuar alayhis salam e pëlqente shumë këtë fjali të tij dhe thoshte se kjo tregon besim tek Allahu. Duke treguar një ngjarje të ndjeshmërisë së fortë të Hazrat Mesiut të premtuar alayhis salam për tauhidin, Hazrat Mirza Bashir Ahmedi radhiyallahu anhu shkruan: Munshi Zafar Ahmed Sahib nga Kapurthala më tregoi me shkrim se Hazrat Mesihu i premtuar alayhis salam vuante nga një problem në kokë. Kishte marrëmendje të shpeshta. Ishte një mjek që thuhej se ishte specialist për këtë sëmundje. E thirrën nga larg dhe i dërguan edhe paratë e udhëtimit. Ai erdhi dhe e pa Hazrat Mesiun e premtuar alayhis salam dhe tha: do t'ju shëroj plotësisht brenda 2 ditësh. Pra kështu deklaroi. Sa po dëgjoi këtë, Hazrat Mesiu premtuar alayhis salam u fut në një dhomë tjetër dhe i dërgoi me shkrim një mesazh Hazrat Maulvi Nuruddin Sahibit duke thënë: në asnjë mënyrë nuk dua të trajtohem nga ky njeri. Ai po bën sikur të jetë vetë Zoti. Hazrat Mesiu premtuar alayhis salam urdhëroi që të jepeshin paratë e kthimit plus edhe 25 rupi shtesë dhe që mjeku të përcillej menjëherë dhe ashtu veprua. Po kështu, i nderuari mufti Muhammed Sadiq, duke përshkruar jetën e Hazrat Mesiut të premtuar alayhis salam, shkruan: Hazrat Mesiu premtuar alayhis salam thoshte se Allahu i do ata që e duan me zjarr, madhështinë dhe nderin e tij. Këta njerëz ecin në një rrugë shumë të hollë
dhe jo çdo kush mund të ecë me ta. Derisa njeriu të mos e dojë me zjarr Allahun, nuk mund të arrijë kënaqësi të vërtetë. Derisa në zemrën e njeriu të mos ketë një dëshirë të pastër për Allahun dhe ai të mos pastrohet nga përzierja e egos dhe nga mendimet për përfitimet dhe interesat e kësaj bote, kësaj dynjaje, asnjë ibadet apo sadaka e dhënë nga ai nuk pranohet. Kjo është një çështje shumë e rëndësishme. Derisa njeriu të mos pastrohet nga egoja dhe interesat e kësaj dynjaje, as adhurimi dhe as sadakaja e tij nuk pranohen. Ai që ka zjarr për Allahun shkon përtej njerëzve të zakonshëm, të tillët marrin bekime nga Allahu, tha Mesiu premtuar Islam. Pra, për pranimin e lutjes është gjithashtu e domosdoshme që njeriu të ketë bindje të plotë në tauhid dhe të ketë besimin e plot në Zot, dhe që para së gjithash të lutet për të fituar dashurinë e Allahut. Ata që shkruajnë se kemi bërë shumë lutje, kemi bërë këtë dhe atë, kemi falur namazin nafile, kemi dhënë sadaka, por lutjet tona nuk u pranuan. Le të reflektojnë mbi këtë çështje. Ky është një parim që ka shpjeguar Mesiu premtuar Islam. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahibi, duke përshkruar jetën e Hazrat Mesiut të premtuar në një vend, shkruan: Allahu i lartësuar e shpërbleu këtë dashuri të Hazrat Mesiut të premtuar me Allahun me një vlerësim të tillë që i takon vetëm mëshirës së tij të pakufishme dhe mirënjohjes së tij të pashoqe. Kështu, duke ju drejtuar atij, Allahu i lartësuar i tha: Anta minni bi manzilati tauhidi wa tafridi, anta minni bi manzilati waladi, inni ma'aka ya ibn rasulillah. Domethënë për shkak se në këtë kohë ti je bartësi i flamurit të tauhidit dhe po e rivendos në botë thesarin e humbur të njëshmërisë së Zotit, andaj o Mesi i Muhamedi, ti je për mua aq i dashur sa vetë tauhidi dhe njëshmëria ime. Dhe për shkak se të krishterët në mënyrë të rreme dhe shpifse e kanë bërë Mesiun e tyre bir të vërtet të Zotit, ndjeshmëria ime kërkoi që unë të dua ty me një dashuri të tillë që i takon një biri, në mënyrë që të bëhet e qartë për botën se edhe një nxënës i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam mund të arrijë atë pozitë që quhet në thonjza bitë e Allahut. Dhe për shkak se ti je i zhytur ditë e natë në shërbimin e fesë të dashurit tim Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dhe je i përfshirë në dashurinë e tij, unë të nderoj ty me dashurinë time të përjetshme dhe me shoqërinë time të vazhdueshme si një bir shpirtëror i tij. Ky është kuptimi i frymëzimit, pra ilhamit që i është dhënë Hazrat Mesiut premtuar Islam, që sapo lexova. Po në lidhje me jetën e tij, Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahibi shkruan në një vend tjetër: qëllimi kryesor i ardhjes së Hazrat Mesiut të premtuar ishte shërbimi i Islamit dhe vendosja e tauhidit. Në atë kohë, kundërshtimi më i madh ndaj tauhidit vinte nga krishtërimi. Edhe sot në disa vende ekziston kjo gjendje që nën petkun e njëshmërisë në fakt mëson shirk të rrezikshëm, duke e shpallur Hazrat Isain, Jezusin, madhallah, bir të Zotit, dhe duke e vendosur pranë hynisë së vetme. Prandaj Hazrat Mesiu premtuar alayhis salam kishte një zell të madh kundër krishtërimit. Në fakt, sipas pozitës së tij si Mesi, një nga detyrat kryesore të tij, siç përmendet në hadithe, ishte thyrja e kryqit. Për këtë arsye, ai theksonte shumë vdekjen e Isait alayhis salam, sepse vetëm me vërtetimin e kësaj çështje bie i gjithë krishtërimi, sepse me pranimin e vdekjes së Mesihut, pra të Jezusit, nuk mbetet as hynia, as doktrina e Trinisë dhe as ideja e shlyerjes së mëkateve. Sigurisht, besimi në vdekjen e Isait është gjithashtu një hap i parë për të provuar vërtetësinë e vetë Hazrat Mesiut të premtuar alayhis salam, por rëndësia kryesore e kësaj çështje, për të cilën ai e theksonte aq shumë, lidhet me hedhjen poshtë të doktrinës së sotme të krishtërimit. Ai, pra Hazrat Mesiu premtuar selam, shpesh thoshte: "Lëreni Jezusin të vdes, sepse në këtë qëndron jeta e Islamit." Sikur vëllezërit tanë të tjerë musliman ta kuptonin këtë pikë dhe të paktën përballë krishtërimit të bëheshin të një zëri me ne.
Pranimi ose jo I pretendimit të Hazret Mesiut të premtuar alayhis salam është çështje tjetër, por të paktën këtu le ta pranojnë atë që provon epërsinë e Islamit. Bare madhe ishte mbi zemrën e Mesiut të premtuar Islam për shkak të përhapjes globale të këtyre doktrinave të gënjeshtërta. Ai në një vend me dhimbje të thellë dhe me një ton të fuqishëm tha: "Unë gjithmonë mendoj se si të vendoset një herë mirë dallimi mes nesh dhe të krishterëve. Zemra ime gjakoset nga kjo sëmundje e adhurimit të vdekurve dhe shpirti im është në një ngushtësi të madhe. Çfarë dhimbje më të madhe mund të ketë se kjo që një njeri I dobët është bërë Zot dhe një grusht dheu është konsideruar Zoti I botëve. Unë do të isha I shkatëruar prej kohësh nga kjo dhimbje nëse Zoti im I plotfuqishëm nuk do të më jepte ngushëllim duke më siguruar se në fund tauhidi do të fitojë." Hazret Mesiu premtuar Islam thot: "Allahu e di dhe ai është dëshmitari më I mirë se gjëja e parë dhe më e madhe që më është dhënë në rrugën e tij është një zemër e dëlirë, një zemër që lidhje të vërtet nuk ka me asgjë tjetër përveç Allahut. Unë kam qenë I ri dhe tani jam plakur, por në asnjë pjesë të jetës sime nuk kam gjetur një lidhje të vërtet me askënd tjetër përveç Zotit të Madhërisëm. Për shkak të kësaj dashurie të zjarrt, unë kurrë nuk kam pranuar në një fe, besimet e së cilës ishin në kundërshtim me madhështinë dhe njohshmërinë e Zotit ose përmbanin në një lloj fyrje ndaj tij. Pikërisht për këtë arsye, feja e krishterë nuk më pëlqeu sepse në çdo hap të saj ka fyrje ndaj Zotit të Madhërisëm. Një njeri I dobët që nuk mundi të ndihmonte as veten e tij është shpallur Zot. Hazret Mufti Fazlur Rahman sahibi tregon: "Në shtëpinë time lindën 2 vajza njëra pas tjetrës, të cilat me bekimin e Allahut janë gjallë. Pas kësaj lindi një djalë, por ai nuk fliste dhe nuk dëgjonte. Ai ishte shpesh I smur. Më pas lindi një djalë tjetër I cili ishte I shëndetshëm dhe shumë I zgjuar. Sjellja dhe pamja e tij ishin aq tërheqëse saqë që në moshë të vogël ai bënte shumë punë në shtëpi dhe kuptonte gjithçka me një shenjë të vogël. Për këtë arsye u lidha fort me të. Djali I parë, ai që ishte I smur, vdiq në moshën 4 vjeçare, ndërsa djali tjetër, kur arriti 4 vjet e gjysmë, u smur rënd. Bëra shumë trajtime, por nuk pati përmirësim. Pas 15 ditësh sëmundjeje, ai u prek nga një sëmundje e rëndë e trurit, si meningjiti, pra kur membrenat e trurit pësojnë inflamacion." Thot rrëfimtari: "Unë I shkrova Hazret Mesiut të premtuar Islam për lutje duke thënë se e dua shumë djalin tim, lutuni për të." Ai u përgjigj: "Do të lutem inshallah, por nëse vendimi hynor është I prerë, ai nuk mund të shmanget." Nga kjo e kuptova, pra kur e lexova këtë thot, nga kjo e kuptova se fëmia nuk do të shpëtonte më. 4 ditë më vonë, djali ishte në gjendje të rëndë. Atë ditë, Hazret Mesiu premtuar Islam do të nisej për në Gurdaspur për seancën gjyqësore. Meqense unë zakonisht shkoja bashkë me të në çdo seancë, edhe atë ditë u paraqita për të shkuar. Kur ai doli nga shtëpia, më spari mua mu drejtua dhe më pyeti: "Si e ke djalin?" Unë I thash: "Huzur, e janë I tashini, shtëpinë e kam këtu afër. Gjendja e tij është shumë e rëndë." Kur Hazret Mesiu premtuar Islam erdhi në shtëpi dhe e pa fëmijën, tha: "Qen ka I smur. Sot nuk duhet të vish me ne për në Gurdaspur." Pastaj ai u nis për udhëtimin e tij. Të nesërmen, rreth orës 4, djali im ndroi jetë. Ditën pas kësaj, Hazret Mesiu premtuar Islam u kthye nga Gurdaspuri rreth orës 10. Edhe unë, kur e mora vesh,
dola përpara për të përshëndetur me të. Në krahat e mi kisha vajzën e vogël, i cila ishte më e vogël se djali që ndroi jetë. Kur më pa, Huzuri tha: "Më vjen shumë keq për vdekjen e djalit tënd, por mendoja se dashuria jote për të kishte arritur deri në kufit e shirkut. Prandaj mbijetesa e tij nuk duhe e mundur. Megjithatë, unë u luta shumë për ty. Allahu do të jap një zëvendësim të mirë, një fëmijë që do të dëgjojë dhe do të flasë." Më pasaj thot: "Më lindi djalë që u quajt Fezel Kerimi. Pastaj lindi Abdul Hafizi. Më pas ndodhen 2 aborte dhe të dy ishin djem që nuk mbjetuan. Megjithatë, më pas lindën 2 fëmijë të gjallë. Pastaj tregon se lindi edhe një djalë tjetër, pastaj Abdullah. Pra Abdullah, më pas Abdul Kerimi dhe pas kësaj lindi Ahmedi. Kështu me bekimin e Zotit, pas asaj tragjedie lindën gjithsej 5 fëmijë të tjerë me bekimin e Allahut, thot ai, të gjithë në atë kohë, të gjithë janë gjallë dhe u bën jetë gjatë. Pra Hazret Mesiu premtuar selam u jepte gjithmonë mësim sahabëve, pra shokëve të tij, për tauhidin dhe njëkohësisht lutje për ngushëllimin dhe për gëzimet e tyre. Allahu i lartësuar i pranoi lutjet e tij dhe e bekoi atë, pra këtë njeri me 5 djem. Hazret Imam Mehdiu Mesiu premtuar selam thot: "Zoti i Madhërisht dëshiron që të gjitha shpirtrat që jetojnë në vendet e ndryshme të botës, qoftë në Evropë apo në Azi, të gjithë ata që kanë natyrë të pastër, ti tërheq drejt njëshmërisë së tij dhe ti bashkoj robërit e tij në një fe të vetme. Ky është qëllimi i Zotit të Madhërisht për të cilin unë jam dërguar. Prandaj ju ndiqeni këtë qëllim, por me butësi, me virtyte dhe duke u angazhuar në lutje." Pastaj ai thot: "E gjithë lumturia ime dhe qëllimi i vërtet i ardhjes sime është që në botë të vendoset njëshmëria e Allahut dhe të nderohet profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam." Hazret Pir Iftikhar Ahmedi, duke përshkruar jetën e Hazret Mesiut të premtuar selam thot: "Një nga shërbyesit e Hazret Mesiut të premtuar selam quhe Pirandita. Ne të gjithë e thërrisnim me këtë emër, Pirandita. Por kur Huzuri e thërriste me emrin Piridita, pra jo Pirandita, por Piridita, sepse Piridita do të thot dhurat e Allahut për mua. Ky është ai tauhid për të cilin Allahu i lartësuar thot: Khudhu at-tauhida, at-tauhida ya abna al-Faris. O bijtë e Persis, kapuni fort pas tauhidit, kapuni fort pas tauhidit. Pra ky ilham, ky frymëzim duhet të mbahet gjithmonë parasysh për mbijetesën dhe për parimin shpirtëror, si për pasardhësit e tij, ashtu edhe për çdo antar të xhamatit. Çdo njeri që hyn në beatin e tij duhet ta ketë këtë parasyve. Duke hyrë në beatin e tij, të gjithë jemi bërë pjesë e tij, të gjithë jemi bërë bijtë e tij. Nëse qëndrojmë të kapur fort pas tauhidit, do të fitojmë nder në këtë botë dhe në tjetrën. Përndryshe, as lidhja e gjakut nuk sjell dobi dhe as vet akti i beatit nuk mjafton. Hazret Muhammed Ibrahim Rafen, herën e parë kur unë, Hakim Abdul Azizi dhe Hakim Ata Muhamedi shkuam në shërbim të Hazret Mesiut të premtuar, në ato ditë Huzuri ndodhej në Gurdaspur. Kur ai po dilte nga dhoma, ne të tre po qëndronin te dera. Unë dhe Hakim Abdul Azizi i tham Assalamu alaikum dhe ja dham dorën. Por vllai Ata Muhamedi u përkul dhe ra mbi këmbët e Hazret Mesiut të premtuar. Huzuri e kapi nga krahu dhe ngriti dhe tha: Allahu i lartësuar më ka dërguar në këtë kohë pikërisht për të zhdukur këtë lloj shirku. Puthja e këmbëve është shirk. Pastaj ai edhe atij ja dha dorën. Po kështu Hazret Mirza Bashir Ahmedi radhiyallahu anhu tregon se Qazi Muhammed Yusufi nga Peshawari më shkroi: Kur shkova për herë të parë në Kadian, një person solli djalin e tij për të atakuar Hazret Mesiun e premtuar alayhis salam. Kur djali u afrua për t'i dhënë dorën, më pas për respekt ai u përkul për t'i prekur këmbët e tij. Atëherë Hazret Mesiu alayhis salam e ndaloi
me duart e tij të bekuara. मैंने देखा कि आपका चेहरा सुस्त Pash që fytyra e tij u skuq dhe ai tha me shumë zjarr: अम्बिया दुनिया में शिर्क Profetët vinë në botë për të zhdukur shirkun dhe puna ime është gjithashtu ta zhduk shirkun, jo ta vendos atë. Dua t'ju sqaroj në lidhje me fotografitë gjithashtu, shumë njerëz mbajnë fotografitë e veta të Hazrat Mesiu, fotografitë e Hazrat Mesiut premtuar selam dhe të afërmit të tij në mënyrë të gabuar. Hazrat Mesiu premtuar selam thotë: Unë jam kundërshtar i fortë i kësaj që dikush të më bëj fotografi dhe ta mbaj atë sikurse mbajnë idhujtarët e ta publikojnë. Unë kur nuk kam dhënë urdhër për një gjë të tillë dhe askush nuk mund të jetë më kundërshtar i idhujtarisë dhe i adhurimit të figurave se sa unë. Megjithatë, kam vërejtur se sot në Evropë njerëzit që duan të njohin një autor spari dëshirojnë të shohin edhe fotografinë e tij sepse në vendet evropiane praktika e fizionomisë është zhvilluar shumë dhe shumë prej tyre, pra shumë prej njerëzve atje, vetëm duke parë një figurë mund të dallojnë nëse një deklarues është i drejtë apo gënjeshtar. Për shkak të largësisë së madhe, ata nuk mund të vinë tek unë dhe as të shohin fytyrën time. Prandaj, njerëzit e kësaj fushë, përmes fotografisë, mund të përpiqen të kuptojnë gjendjen time të brendshme. Ka shumë njerëz që më kanë shkruar nga Evropa dhe nga Amerika dhe në letrat e tyre kanë thënë se e kanë parë me kujdes fotografinë time dhe përmes fizionomisë janë detyruar të pranojnë se ai që ka këtë fytyrë nuk mund të jetë gënjeshtar. Madje një grua nga Amerika, duke parë fotografinë time, më shkroi se kjo është fotografia e Jezusit, domethënë e Isait alayhis salam. Pra, për këtë qëllim dhe deri në këtë kufi, unë kam qëndruar në heshtje dhe kam lejuar këtë praktikë. Përndryshe, nëse përhapet shirk, atëherë ajo është kategorikisht e ndaluar. Ai thot innamal a'malu binniyat, veprat varen nga qëllimet. Bindja ime nuk është që fotografia është tërësisht e ndaluar. Pra thot se nuk them se fotografia është tërësisht haram. Nga Kurani i shenjtë del se xhindët i bënin piktura për Hazrat Sulejmanin alayhis salam dhe për një kohë të gjatë te bijtë e Izraelit kanë ekzistuar piktura të profetëve, madje te Beni Israilët ekzistonte edhe një pikturë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, Xhebraili alayhis salam ja tregoi profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam një pikturë të Hazrat Aishës në një copë mandafshi. Në disa gurë në New York, në mënyrë natyrore stampohen figura kafshësh. Pra në vendet ku ndodhin tërmete, në male, kur shtresat ngjeshën, mbeten gjurmë si figura. Thot, kjo pajisje me të cilën sot bëhen fotografitë, pra kamera, nuk ekzistonte në kohën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe është një mjet shumë i dobishëm përmes të cilit mund të diagnostikohen sëmundje të ndryshme. Pra, nuk është vetëm çështja e fotografisë, Hazrat Mesiu premtuar selam në atë kohë tha se nëpërmjet kësaj metode diagnostikohen sëmundje të ndryshme. Sot kanë dalë mjete akoma më moderne. Në kohën e tij sapo ishte shpikur grafia me rezet X. Andaj Hazrat Mesiu premtuar selam vijon duke thënë, tashmë është shpikur një tjetër pajisje përmes së cilës bëhen fotografi të gjitha kockave të trupit, pra me rezet X. Dhe përmes saj diagnostikohen sëmundje si dhimbjet e nyjeve dhe reumatizma. Sot kanë dalë mjete të tjera më moderne si skaner, MRI e tjera. Mesiu premtuar selam në atë kohë duke folur dobinë e mjeteve shkencore, foli për dobinë e fotografisë dhe e kundërshtoi mendimin se nuk duhet të bësh asnjë lloj fotoje. Pra, qëllimi duhet të jetë i pastër, veprat varen nga qëllimet. Shkurt, nuk duhet të bëhet shirk. Më pas, vijon, në të njëjtën mënyrë, përmes fotografisë janë shfaqur shumë dobi shkencore. Edhe nga fotografia e zakonshme janë arritur përfitimet e tilla. Kështu disa anglezë përmes fotografisë kanë botuar në librat e tyre të gjitha llojet e qenieve të gjalla të botës, madje deri tek lloje të ndryshme karkalecash, si dhe fotografi të çdo lloji shpendësh dhe kafshësh. Sot madje ekzistojnë edhe kanale të ndryshme si për shembull National Geographic dhe të tjera, të cilat japin me hollësi të madhe informacion mbi kafshët duke i paraqitur ato përmes imazheve. Pra, Hazrat Mesiu premtuar selam thot, nga kjo ka ardhur përparimi i dijes. A mund të mendohet vallë që ai Zoti i cili nxit dhe inkurajon dijen ta shpall haram
përdorimin e një mjeti përmes të cilit diagnostikohen sëmundje të vështira dhe që bëhet një mjet udhëzimi për njerëzit e mençur? Mendimet e tilla, pra që fotografia është tërësisht haram. Thot, mendimet e tilla janë ignoranca dhe që janë përhapur. Të thuash se fotografia është haram dhe ndaluar, pra është e gabuar. Mesiu premtuar selam vion. Pse dietarët e shtetit ton nuk I hedhin nga xhepat dhe shtëpitë e tyre monedhat dhe paratë mbi të cilat janë të stampuara figura mbretërish? A nuk ka figura mbi to? Është për të ardhur keq që këta njerëz, duke thënë gjëra të paarsyeshme, u japin kundërshtarëve mundësi të qeshin me Islamin. Islami ka ndaluar të gjitha veprat e kota dhe ato që mbështesin shirkun, por jo ato që ndihmojnë përparimin e dijes dhe diagnostikimin e sëmundjeve dhe që I afrojnë njerëzit drejt udhëzimit. Megjithatë, unë nuk e pëlqej as pak që anëtarët e xhamatit tim, pa ndonjë nevojë të detyrueshme, ta bëjnë publikimin e fotografisë sime si profesion ose si një mjet fitimi. Pra, nëse qëllimi është I mirë, është në rregull, por të mos bëhet burim fitimi publikimi I fotove të Hazret Mesiut të premtuar selam, sepse thot kështu gradualisht lindin bidate dhe kjo çon deri në shirk. Prandaj unë e këshilloj xhamatin tim që sa të jetë mundur të shmangen nga këto gjëra. Kam parë, thot, kartë vizita të disa personave ku në anën e pasme kishin vendosur fotografinë time. Unë jam kundërshtar I fortë I kësaj dhe nuk dua që dikush nga xhamati im të bëjë një gjë të tillë. Të përdoret fotografia për një qëllim të dobishëm është një gjë tjetër, por të veprohet si hindut që vendosin figurat e të mëdhenjve të tyre në përmure është diçka tjetër. Gjithmonë është parë se këto gjëra të kota përfundojnë duke quar në shirk dhe sjellin pasoja të rënda siç ka ndodhur tek hindutët dhe tek krishterët. Unë shpresoj që ai që I respekton këshillat e mia dhe është ndjekës I vërtet imi, pas këtij udhëzimi do të largohet nga këto gjëra, përndryshe ai vepron kundër udhëzimeve të mia dhe ecën me guxim të gabuar kundër rrugës së Kuranit të shenjtë. Pra duhet të shqyrtojmë me shumë kujdes se cili është qëllimi ynë kur vendosim një fotografi. Në asnjë mënyrë ky qëllim nuk duhet të jetë I tillë që të çojë drejt shirkut. Ti përshëndesësh fotografitë, të përkulesh para tyre, të gjitha këto janë mendësi shirku. Sikurse ndodh tek hindut, disa njerëz vendosin fotografi të vdekurve dhe u varin edhe kurora mbi to. Fatkeqësisht edhe tek ne, në disa vende ka filluar të përhapet një zakon I tillë. Kur bëjnë fotografi familjare, vendosin një kornizë të madhe me fotografinë e ndonjë të ndjeri, sikur ai të jetë I pranishëm në mesin e tyre. Të gjitha këto janë shirk, siç ka thënë Hazret Mesiu premtuar selam. Këto janë gjëra të gabuara, janë bidate dhe duhet të shmangen. Disa njerëz madje e bëjnë këtë edhe në fotografitë e dasmave. Ka marrë raporte për raste të tilla. Pra, nëse fotografitë bëhen për një qëllim të mirë ose për t'i ruajtur si kujtim në albume, kjo është e lejueshme. Por ti kthesh në një praktikë të zakonshme dhe pastaj ti shikosh e ti përshëndesësh çdo mëngjes, kjo është e gabuar, siç ka theksuar Hazret Mesiu premtuar selam. I nderuari Sufi Ghulam Muhammed Rfen, disa njerëz nga Amerika dhe Evropa kishin shprehur dëshirën që të shihnin fotografinë e Hazret Mesiut të premtuar selam, prandaj u bë fotografia e tij. Një arab me emrin Abdul Muhyi që jetonte këtu kishte shtypur shumë kartolina me këtë fotografi dhe e kishte shpërndar atë. Kur huzuri, pra Hazret Mesiu premtuar selam, mori vesh se fotografia ishte publikuar në kartolina postare, nuk e pëlqeu as pak dhe tha: "Ne e kemi bërë këtë fotografi për një nevojë fetare. Nuk më pëlqeu as pak që fotografia ime të bëhet mjet fitimi apo diçka që mund të çojë në shirk." Prandaj ato kartolina u asgjësuan. Maulana Ghulam Rasul Rajiki sahibi Rfen, kur bëra beat me Hazret Mesiun e premtuar selam, I shkrova se më parë
I shkrova se më parë çfarë ushtrime shpirtërore bëja dhe gjithashtu i tregova se që kur kisha bërë bejat, kisha menduar se ashtu si disa njerëz përfityrojnë në mendjen e tyre shenjtorët e tyre. Pse të mos e përfityroj edhe unë imazhin e Hazrat Mesiut të premtuar alayhis salam në zemrën time, në mendjen time. Pra, të meditoj një foto të caktuar. Sa mendova se nëse njerëzit përfitojnë shenjtorët e zakonshëm, atëherë përfitimi i një udhëheqësi si Mesiu premtuar dhe Imam Mehdiu i premtuar që ka ardhur prej Zotit do të ishte edhe më i dobishëm dhe më i bekuar. Pra desha që ta mbaja gjithmonë në mendje figurën, fotografinë e tij dhe përmes këtij përfitimi të përmbushja nevojat e mia. Kur ja shkrova këtë Hazrat Mesiut të premtuar Islam, mora një përgjigje të tij të shkruar nga Hazrat Maulvi Abdul Karimi në emër të tij, ku thuhej: përfitimi i krijesave nuk sjell asgjë tjetër përveç shirkut. Pra, ky përfitirim që ju bëni, tha, nuk do të prodhojë asgjë tjetër përveç shirkut. Për përmendjen e Allahut mjafton vetë emri i tij dhe duhet të praktikoni salavatet që janë në përputhje me sunetin e Hazrat Profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pas marrjes së kësaj letre, thotë rrëfimtari, menjëherë e lash këtë përfiturim dhe ndalova plotësisht të gjitha ushtrimet e mëparshme shpirtërore. Master Sayyid Nazir Ahmedi thot se i nderuari Sayyid Fazl Shah ka treguar njëherë një person e pyeti Hazrat Mesihun e premtuar alayhis salam rreth alkimis. Huzuri alayhis salam tha: alkimistët enden të humbur në kërkim të furnizimit, por nuk përdorin ato mjete të drejta që Allahu i Madhërisht ka caktuar në mënyrë për furnizimin. Alkimistët nuk arrin në shkallën e tevekulit, pra të mbështetjes ndaj Zotit. Prandaj duke lënë mjetet e drejta dhe të lejuara, shpikin rrugë të tyre dhe nuk e dinë se Allahu thot: Fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Në qiell është furnizimi juaj dhe ajo që ju është premtuar. Ne i konsiderojmë këta njerëz ndër më të mëdhenjt në shirk. Zoti në fjalën e tij të shenjtë i jep besimtarit një recetë të vërtetë të alkimisë, e cila nëse zbatohet bën që Allahu t'i jap furnizim nga qielli, nga e padukshmja siç ka premtuar. Por kjo u jepet vetëm atyre që porulen para tij. Kjo është ajo alkimi që nëse zbatohet e bën njeriu një alkimist të vërtet dhe Allahu vetë kujdeset për të gjitha nevojat e tij. Zoti thot: "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." Që ai që i druhet Allahut i gjen një rrugdalje dhe e ushqen nga atje që ai nuk imagjinon dot. Shikoni, thot, kur njeriu që ka druajtje ndaj Allahut pajiset me mirësitë e të gjitha botëve, për kë tjetër mund të ketë nevojë? Ai që ka takva, Allahu i krijon mjete dhe e furnizon nga vende që ai as nuk i mendon. Unë them se nëse alkimistët du të shpenzonin kohën për Zotin e tyre, kohë që e humbasin në alkimi, do t'i arrinin të gjitha dëshirat e tyre me kusht që të qëndronin fort në druajtje ndaj Allahut. Se si fjala e Hazret Mesiut të premtuar Islam ndikonte te njerëzit e dëlir, Hazret Mirza Bashir Ahmedi tregon një rrëfim nga një person i sinqert. Mir Abdul Rahman, një oficer ushtarak nga Baramulla, Kashmir, shkruan: "Babai im fillimisht ishte Hanefi, pastaj u bë nga ehli hadithet, pra selefët. Në atë kohë ai i thoshte mikut të tij, Molvi Muhammad Hasan nga Asnur: ne pretendojmë të jemi muahid të mëdhenj, pra që nuk bëjmë shirk kur, por mund të dalë një grup tjetër që të na quajë edhe neve idhujtar, mushrik." Babai im thoshte ashtu ndodhi, sepse ne konsideronim Hazret Isain si atë që ringjall të vdekurit dhe krijon zogj. Por kur dëgjova këtë vargje të Hazret Mesiut të premtuar selam, ai ju qen ka krijuesi shumë zogjve, lavdi për këtë dhunti të tij hynore. O hoj,
ky qen ka tauhidi I vërtet, fol të vërtetën, cilin idhull po ndjek. Atëherë u ndërgjegjësova. I lash ju të dy vëllezërve në Srinagar tek xhaxhai juaj dhe u nisa në këmbë për në Kadian, ku pata nderin të bëja beat. Pra vetëm këtë fjalë të Hazrat Mesihut premtuar selam u bën shkak që të udhëzohesha. Maulana Ghulam Rasul Rajiki Rafen, rreth vitit 1901, njëherë po qëndroja në shërbim të Hazrat Mesihut të premtuar selam, kur ai mbajti një fjalim mbi tauhidin e Allahut të madhruar. Në atë fjalim ai tha: disa njerëz kur marrin një mirësi nga dikush, pa thënë alhamdulillah, me njëherë thonë jazakallah. Ndërsa nëse shikoni me thellësi, edhe kjo shprehje përmban një nuancë të caktuar shirku, sepse vetë personi që bën mirësi dhe mjeti përmes të cilit ai bëhet bamirës janë gjithashtu krijime të Allahut të Madhërisht. Prandaj, ai që merr një mirësi duhet që para se të thotë jazakallah, të lavdërojë dhe të falenderojë Allahun dhe të thotë elhamdulillah, sepse nga këndvështrimi I njohjes së vërtet është domosdoshme që s'pari ta falenderosh krijuesin e shkaqeve dhe pastaj të thuash edhe jazakallah, edhe për personin që të bën nder. Duke përshkruar detajet e udhëtimit të fundit të Hazrat Mesihut premtuar për në Lahore, Bhai Abdurrahman Kadiani shkruan: gjatë ditës organizatorët filluan përgatitjet për pritjen dhe me kalimin e kohës filluan të vinin mysafirë të nderuar dhe personalitete të rëndësishme. Ndërkohë, gjendja shëndetësore e Hazrat Mesihut premtuar selam ishte shumë e dobët dhe po rëndohej çdo ditë më shumë. Ai do të mbante një fjalim, por dobësia dhe lodhja e tij ishin në një gjendje të tillë sa që nuk kishte pothuajse asnjë shpresë që ai të mund të qëndronte në këmbë dhe të fliste. Për këtë arsye, ai I dërgoi fjalë Hazrat Kalifit të parë që ai të përgatiste diçka për mysafirët edhe në aspektin shpirtëror. Kështu, në kohën e caktuar, Hazrat Maulvi Sahibi, pra Hazrat Kalifi I parë I tij, filloi fjalimin. Por, pas një kohe të shkurtër, ai hëna e ndritshme dhe dielli I ndriçuar, pra po flet për Hazrat Mesihun premtuar selam, thot u shfaq personalisht midis nesh, pra erdhi vetë. Hazrat Kalifi I parë e ndërpreu fjalimin e vet, kurse huzuri, duke qëndruar në këmbë, ju drejtua të pranishmëve dhe mbajti një fjalim për afro 3 orë. Fjalimi ishte aq I fuqishëm, plot njohuri dhe urtësi, saqë jo vetëm ndjekësit, por edhe të huajt u mahnitën dhe shpërthyen në admirim. Ata dëgjonin me një përqendrim të tillë sikur të ishin të magjepsur. Përvoja shpirtërore që përjetuan ishte aq e thellë, saqë ata harruan edhe nevojën për ushqim për trupin. Fjalimi I tij kishte një rrjedhshmëri të tillë saqë ishte e vështirë të merreshin as shënime. Forca dhe madhështia e shprehjes ishin aq të mëdha, saqë në një tubim të mbushur plot, as frymarrja e njerëzve nuk ndihej. Ai fliste me një zjarr të tillë, saqë gjatë fjalimit filloi të afrohej gradualisht drejt dëgjuesve. Unë vetë pash dhe vura re me kujdes se ai disa herë u largua disa hapa përpara nga tavolina. Ai nuk qëndronte pas tavolinës, por që tavolina ndodhej pas tij. Ndërsa ai qëndronte përpara dhe fliste. Madje gjatë entuziazmit të fjalimit ai bënte 1 apo 2 hapa përpara. Ky fjalim u mbajt në oborin e shtëpisë së doktorit Sayed Muhammad Hussein Shah, rreth 10 ditë para vdekjes së Hazrat Mesihut premtuar selam. Më vonë këtë fjalim e kujtonim si përfundimi I tabligës dhe plotësimi I argumentimit. Para kësaj, në katin e sipërm të shtëpisë së Khwaja Kamaluddin Sahibit, ishte zhvilluar dhe një dialog me një ekspert anglez të astronomisë. Pra ka qenë një udhtim plot me aktivitete të tabligës. Përveç këtyre, thot rrafimtari, ai mbajti, pra Mesihu premtuar selam mbajti shumë fjalime të tjera të vogla dhe të mëdha. Pastaj e shkruan: gjatë kësaj kohe, disa gra hindu erdhën në formë delegacioni për të parë Hazrat Mesihun premtuar selam, gjatë periudhës kur huzuri po shkruante librin Mesazhi I Paqes. Në atë kohë, huzuri ndodhej në shtëpinë e doktorit Sayed Muhammad Hussein Shah. Duke qenë se ishte shumë I zënë, ai dëshironte t'i përcillte shpejt mysafirët, por ato gra
paraqitën arsye dhe këmbën ngulen duke kërkuar me insistim që ai t'u jepte ndonjë këshill. Në një mënyrë të tillë kërkuan saqë me gjithë angazhimin e madh, Hazrat Mesihu premtuar selam e pranoi kërkesën e tyre dhe u dha këshill për tauhidin, për njëshmërinë e Allahut. I ndaloi nga idhujtaria dhe i këshilloi t'i luten vetëm Zotit të vetëm. Kjo ndodhi në ditët e fundit të jetës së tij, 1 ose 2 ditë para se të ndronte jetë. Në të vërtetë ato gratë dëshironin të qëndronin më gjatë dhe të dëgjonin më shumë nga fjalët e bekuara të tij, por për shkak të angazhimit të madh të tij, me pahir u larguan shpejt. Po kështu, një tjetër fjalim i Hazrat Mesihut premtuar selam, për shkak të disa frazave të tij dhe për shkak se ishte ndër të fundit, është bërë shumë i njohur dhe shpesh përmendet. Në të ai tha: "Lëreni Isain Mesih të vdes, sepse në këtë qëndron jeta e Islamit. Le të vijë Mesihu i Muhamedit, sepse në këtë qëndron madhështia e Islamit." Ky ishte ai zjarr dhe përvëlim për vendosjen e tauhidit që megjithatë sëmundjen dhe angazhimet e shumta, ai nuk u ndal kurrë për të përhapur mesazhin e Islamit dhe të tauhidit. Nuk mori parasysh asnjë vështirësi në këtë rrugë. Prandaj sot ata që janë shërbëtorë të Mesihut të Muhamedit kanë për detyrë përhapjen e pikërisht këtij mesazhi. Allahu i Madhërisht na dhënë mundësinë që ta përmbushim këtë detyrë. Sa i përket gjendjes së botës dhe veçanërisht botës muslimane, të gjithë e dinë se çfarë po ndodh. Ka shumë nevojë për lutje, anëpushimi, edhe pse është shpallur, nuk duket i qëndrueshëm, përkundrazi që tani kanë filluar të shfaqen çarjen e të. Qeveria izraelite po përpiqet që në një mënyrë apo tjetër të sulmojë Libanin për të provokuar iranianët që të reagojnë. Tani edhe disa liderë evropianë kanë dënuar këtë veprim, të paktën dikush ka ngritur zërin dhe ka shfaqur një farë morali, por kjo mbetet vetëm në këtë nivel. Kaq është morali i tyre. Më shumë se kaq, as nuk duan të përpiqen, as nuk kanë guximin dhe as fuqinë. Në çdo rast, ne duhet të lutemi që Allahu i Madhërisht të ketë mëshirë për botën muslimane. इससे ज़्यादा ये ना ये कोशिश करना चाहते हैं, ना इनमें ज़रूरत है और ताकत है. बहरहाल हमें दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला मुसलमान दुनिया पर रहम फरमाए. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.